Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do të flasim ditën e sotme për disa zhvillime të rëndësishme. Do ndalemi fillimisht tek Donald Trump, i cili doli me deklaratën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta zotërojnë Groenlandën në mënyrë që të parandalojnë marrjen e ishullit më të madh të botës nga Rusia dhe Kina, dhe ndërkaq sipas tij vendet nuk mund të bëjnë marrëveshje 90-vjeçare apo edhe 100-vjeçare. Dhe pikërisht për këtë temë ditën e sotme për diskutuar mbi këto zhvillime të tjera kam të ftuar zotin Ardian Elezi. Zoti Elezi, ju përshëndes. Përshëndetje nderuar, kënaqësi për ftesën. Zoti Elezi, e nisim me atë që unë deklarova pak më parë, pra Trump flet për pronësi të Groenlandës dhe jo për një aleancë apo ndoshta edhe bashkëpunim. Ju si e shihni vetë, apo e trajton tashmë SBA-ja botën si një pasuri private, do ta quajë, dhe jo si një rend ndërkombëtar? Edhe ashtu mund të shihet nderuar në këndvështrimin e asaj që përfaqëson sot SBA-ja. Dhe historikisht si e tillë, po thjesht ka ndryshuar gjua diplomatike e përdorur nga ajo tradicionale, ku aleatët, sidomos ato që ishin pjesë e umbrellës dhe aleancave gjeostrategjike, siç është Danimarka si pjesë e NATO-s, flitet me një gjuhë të tillë, por kemi parasysh që jemi në real politikë, dhe në geopolitika i ka zhvesh lakurisht marrëdhëniet midis shteteve dhe janë interesat gjeostrategjike ato që prevalojnë në raport me gjithë parimet e së drejtës ndërkombëtare, ku të mëdhejt ato të cilët i japin peshë dhe fuqi e rendit botror dhe që e majnë në këmbë, ato që përfaqësojnë dhe marrin vendime. Dhe këtë këndvështrim do të kuptuar edhe gjua e përdorur nga zoti Trump në raport dhe një aleat të rëndësishëm antar i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian siç është Danimarka, ku këtë pjesë të Grenlandës kemi parasysh që nuk është risi Grenlanda, dhe SBA-ja i është rikthyer çështjes së Grenlandës historikisht, pavarësisht të mënyrës se si është servir në opinionin publik, apo se si ka qenë pjesë e agjendave diplomatike edhe në presidencat e mëparshme, por gjua e tani duket pamjet parë si një gjuhë arrogante, po që lidhet me profilin dhe qasjen që ka Trump në raportet e marrëdhënieve ndërkombëtare, si diçka që lidhet me parimin mjep t'jap, unë të afroj siguri, unë të afroj mbështetje, por që duhet që ti nga ana jote këtë mbështetje dhe siguri që ta afroj, duhet ma paguash në kuptimin e një shkëmbimi. Edhe në rastin konkret, Trump flet që interesat gjeostrategjike të superfuqisë, si është SBA-ja, nuk vijnë dyshim dhe janë konstante, janë pa ndryshueshme, dhe si tillë ato ngelen përgjithmonë, dhe për këtë nuk ka përcaktuar një deadline kufirin e marrëveshje 9-vjeçare apo 100-vjeçare, por që është diçka që lidhet me sigurinë ekzistenciale dhe interesat gjeostrategjike të SBA-s, sidomos ai që përfaqëson Grenlanda, është ishte më i madh në një vend të kalimit ku përplasin një nyje gjeostrategjike komunikimit gjeostrategjik, ku aty afër janë edhe interesat ruse të Arktikut, si kundër ato ekonomike dhe jo vetëm edhe të Kinës, dhe si tillë nga ana SBA shihet edhe një si platformë mbi të cilën kontrollohet gjitha e zonë dhe nuk mund ta lënë në asnjë mënyrë tjetë në kontrolin e kundërshtarëve të saj, qoftë Kinës apo edhe Rusisë as më pak. Dhe kjo është ajo gjua që përdor Trump, duket pamjet parë si është një gjuhë sikur bota është private, në kuptimin e asaj që janë të mëdhenj që përcaktojnë fatin e saj dhe çfarë do bëhet, si do të disponohet të çdo lloj zone, përfshi këtu edhe në një shtet, një vend autonom, siç është Grenlanda, e cila normalisht ka pavarësinë e vet bazuar në rregullat e së drejtës ndërkombëtare që kanë të bëjnë me sovranitetin, integritetin i pacënueshëm, por që në rastin konkret kur bëhen fjalë për interesat gjeostrategjike të SBA-s dhe këtyre fuqive të mëdha, tregon që ato janë të brishta dhe lehtësisht të thyeshme, kur ato vijnë në ndryshim. Për këtë do parë edhe gjua e përdorur nga zoti Trump, po gjithmonë i lidhur edhe me atë që u proklamuar dhe janë përcaktuar si prioritetet e strategjisë sigurisë re të SBA-s, apo doktrina Trump, ku prioritetet e saj qoftë në hemisferin perëndimore, por edhe në vendet e caktuara të Bashkimit Evropian në raportet e saj me BE-n, po edhe me Rusinë dhe Kinën, kur Amerika first, dhe si e tillë çdo qëndrim dhe vendim që merr SBA-ja në lidhje me politikën e saj të jashtme apo edhe me qëndrimin ndaj aleatëve, të cilët në rastin konkret janë shumë të ndjeshëm, duke pas parasysh se në radhë parë qëndron besimi, sidomos brenda një aleance në raport me çdo lloj tjetër, dhe kur ky besim thyhet, kemi parasysh që
kemi dhënë gjithë e drejta në tërësi është, po themi një letër pa vlerë përballë interesave strategjike të SHBA-s. Zoti Lizi, nga ana tjetër, a mund të shihet kjo ndoshta edhe si një kërcënim të drejtë për drejtë ndaj vetë NATO-s, ku për herë të parë një president amerikan përmend hapur aneksimin e territorit të një aleati të tij? Edhe kështu mund të shihet në kuptimin është mesazhi drejt për drejtë që jepet e nderuar, është shprehje konkrete asaj të cilët zoti Trump synon të realizojnë marrëdhëniet së pari edhe me aleatët. Kemi parasysh që vetë Bashkimin Evropian me dimensionet e sigurisë në tërësisht të saj, ku ka apelu për rritjen e nivelit GDP-s për çështjen e sigurisë dhe mbrojtjes, dhe kjo e mirë, po themi publike, të cilët i ka bashku këto vende aleatet NATO-s që në gjenesë krimit të saj nuk mund të afrohet thjesht vetëm nga SHBA-ja, po edhe nga këto vende. Dhe kur kemi parasysh qëndrimin që mban SHBA-ja ndaj një vendi antar, se NATO është krijuar në gjenesë saj, është që ti majmë under German, out the Russian and together all European members, dhe America first. Kjo ka qenë edhe thelbi i krijimit kësaj organizate sigurisë dhe mbrojtjes europiane, por që nëse don kërcënimi vinte nga jashtë, ku don kërcënimi nga jashtë do të thotë një kërcënim që vinte nga Rusia pikëpari, por që nëse ky kërcënim do vije nga një shtet antar themelues dhe do zëdhënësi kryesor i kësaj aleance, kemi parasysh që këtu cedohet besimi në këto vlera, dhe pikërisht parimet me cilën ngrit kjo është fuqësia, demokracia, është një organizatë politiko ushtarake, do të thotë një organizatë të cilët bashkohen mbi bazën e parimeve të demokracisë, shtetit të drejtës, por edhe do një organizatë politike përkundër agresionit dhe kërcënimit të jashtëm që vjen ishte Rusia. Kur në rastin konkret në një situatë hipotetike ku cënohet ky besim, ke parasysh që një vend antar i NATO-s, themeluesi i saj, tenton përmes retorikës dhe gjuhës përdorur të farë të aneksoj apo ta bëj për vete një shtet autonom apo vend antar të NATO-s duke marrë territorin. Dhe këtu është ai cedimi dhe me të drejtë ngrihet shqetësimi edhe nga pala daneze, nga kryeministi, po jo vetëm, që kemi parasysh cënohet thelbi NATO-s në esencë cilës çfarë është kur një bazuar në nenin 5 të saj të mbrojtjes kolektive, ku një nga antarët e saj sulmohet. Paradoksi është këtu në rastin konkret nga një vend tjetër antar, atëherë gjithë organizata si një në mënyrë kolektive do të çohet në mbrojtjen e saj. Dhe i bën që ato të ngrihen ndaj njëri tjetrit. Do thotë e para kemi një cedim, një krizë etiko-morale në kuptimin, po edhe politike dhe jo vetëm, për sa i përket kësaj ngrihine NATO-s, në kuptimin e saj që po shkërmoqet themelet e saj, pikërisht në atë që ishte kryesorja, besimi dhe pikërisht ato normat të cilët i bëjnë bashkë, ato nenin 5, ku don një SHBA-ja, po tenton përmes gjuhës përdorur që ta majë një shtet ta sulmoj, apo po themi skenari më i keq, një shtet antar të NATO. Do të thotë që vetë NATO nuk justifikon arsye për cilën ekzistencës apo arsyen pse u ngrit. Do të shkërmoqet sepse bie themeli i saj, shtylla kryesore në N5. Në N5 i mat bashkuar atë në kushtet e dilemave të pasigurisë që mund të kenë atë përkundër agresionit të jashtëm apo çdo lloj risku dhe pasigurie. Zoti Lizi, po nga ana tjetër, pse SHBA injoron vendimin e Groenlandës dhe shndrimin e Groenlandës, ku thotë qartë se nuk është në shitje? A mos ndoshta tashmë po shuhet parimi i vetvendosjes përballë të gjithë interesave të superfuqive? Absolutisht, edhe kjo mund të thuhet, ndërruar, sepse vetë kjo gjuhë po tregon dhe vetë situata gjeopolitike, gjeostrategjike që është sot, parë kjo edhe në këndvështrimin e strategjisë sigurisë amerikane, dan doktrina Trump, America First, ku Amerika ndjehet e kërcënuar pikërisht sot nga ajo që është kërcënimi kryesor, Kina, në raport me çdo tjetër, dhe duket pamjet parë sikur gjithë këto parimet apo ato të drejtës ndërkombëtare që u ngritën pas luftës dytë botërore, tashmë po shkërmoqen dhe po rikthehet gjuhës diplomacisë tradicionale, ku shtetet perandorakët dikushme, ke parasysh në sistemet e mëparshme e shifnin çdo vend botës në si një transakcion që mund shitet dhe si blehet. Kemi një rikthim të gjeopolitikës në gjenesë saj,
dhe të atyre sisteme tradicionale në raport me këto të reja dhe kartës OKB sot, e cila për hir vërtetës është delegitimua pikërisht edhe nga këto veprime dhe nisur nga kjo duke pas parasysh që interesat e fuqive të mëdha janë ato që prevalen në raport me interesat edhe alatëve të vegjël, të cilët nga natyrë bazuar në drejtën ndërkombëtare, parimet e vetvendosit, autonomisë, integritetit, sovranitetit, shifen spaku apo të mbrojtjes dhe sigurisë kolektive në kuadrin e organizmit si NATO, shifen me fjalë si diçka të shenjtë, dhe aq më tepër ky kërcënim vjen apo kjo sfidë vjen nga lati kryesor, por kjo është jetojmë sot në një situatë të real politikës përkundër çdo ideologjizmi apo çdo formati tjetër të cilët tenton që ta marrë botën të bazuar në rregulla, por këto rregulla po shkërmoqen dhe po sfidohen pikërisht nga interesat e superfuqive apo fuqive të mëdha, të cilët dan Grenlanda është simboli i kësaj në pamje të parë duket, por që nuk është vetëm Grenlanda, po janë edhe të tjera zona të cilët mund të vinë dhe mund të shfaqen edhe më vonë varësisht nga si shkojnë dinamikat midis aktorëve. Zoti Lezi, nga ana tjetër, nëse SBA blen ose merr territor në Europë, a mund të ketë precedent të rrezikshëm dhe nga ana tjetër çfarë ndalon nesër Rusin, por edhe Kinën të bëjnë të njëjtën gjë diku tjetër? Po, Kina mund ta shfrytëzojë këtë narrativ, Kina dhe jo vetëm Kina, po edhe Rusia e përdor narrativin e Grenlandës si simbol të gjithë pretendimeve të saj apo agresioneve dhe konflikteve, qoftë ato të hapura dhe potenciale të ngrira. Kemi parasysh se atë që është në Ukrainë për Krimen, kur një superfuqi apo aleati juaj i thot perëndimorëve po e bën një gjatë tillë me për interesat gjeostrategjike të saj, Grenlandën, pse du të unë të kufizohem në mbrojtje të interesat të mia gjeostrategjike për Krimen apo për oblastet lindore në Ukrainë apo edhe Gjetk, në Gjeorgji, në gjithë zonat e ngrira, në Kaukaz dhe Abkazi e kështu me radhë. Aty ku ka interesat e veta, sikundër edhe Kina në zonën e tij përreth në ishuj të Kinës jugore apo për Tajvanin, dhe si tillë kjo hapni një precedent të rrezikshëm në kuptimin e asaj që bota dhe shifet e ndarë sipas zonave të influencës të këtyre aktorëve dhe fuqive të mëdha, dhe për këtë arsye e bien poshtë gjithçka ato parimet e SDT-s ndërkombëtare, sovranitetit, integritetit që u tham, edhe një farë mënyrë delegjitimohen në rregullat dhe gjithë ky sistem i ngritur dhe i mbajtur pas në anësi i tillë që ka funksionuar dhe ka normuar këtë sistem pas luftës dytë botërore, rikthehemi atyre sistemeve të dikushme imperiale, të perandorive të shekullit 18-19, ku fuqitë na përcaktojnë fatet e botës sa në banë. Qartë, mirë, zoti Lezi, kalojmë tek një tjetër çështje, do ndalemi tek Irani, ku protestat e mëdha kanë hyrë tashmë në javën e tyre të tretë dhe ndërkaq ecojnë Iranin në një prag të ndryshimit, ku qeveria teokratike e vendit po përpiqet të mbijetojë duke shtypur kështu edhe ashpër demonstratat në zgjerim dhe sipër. Ndërkaq autoritetet iraniane kanë paralajmëruar se çdo sulm amerikan do të pasohet me goditje ndaj bazave të SBA-s në rajon. Ju vetë sa reale shihni rrezikun që kjo krizë të shndrohet në konflikt rajonal apo edhe më gjerë? E nderuar, mendoj që është dan vetë SBA-ja nuk besoj që është interesuar që të kemi një përshkallëzim të një konflikti në një zonë tjetër, sepse vëmendja e saj tashmë është përqendruar. Kemi parasysh Venezuelën, atë që po përjeton në pjesën jugore, apo Grenlandën, dan tensionin në rritje, apo retorika e përdorur si kundër komunikimet, situata në Ukrainë dhe për angazhimin e saj, apo në marrëdhëniet me Kinën për Tajvanin dhe pjesën e ishujve jugor, dhe nuk besoj që apo si kundër vetë Gaza, lindja mesme tërësisht, dhe nuk mendoj që SBA-ja po themi në strategjinë e saj të jetë interesuar për një përshkallëzim të konfliktit, të cilin nuk mund të jetë në kontrollin e saj, sepse ngjarjet janë mund të tilla saqë askush nuk mund ta kontrollojë në mënyrë dhe të parashikojë në mënyrë të sigurt. Por mendoj që mund të inkurajojë forcat demokratike për demokratizimin e këtij sistemi, po pa pasur ndonjë
ndonjë kosto për shkak të asaj që mund mos jetë në kontroll situata atje, por tikundër edhe frika dhe pasiguria që ndodh në kundër narrativës dhe retorikës që përdor regjimi në Ajatollava atje dhe garda republikane atje presidenciale revolucionare që është dhe si një nga 3 shtyllat kryesore që i manë regjimin Ajatollave në këmbë atje, na përdor këtë si narrativ për të justifikuar dhe për mobilizimin e brendshëm të gjithë iranianëve përkundër agresionit mundshëm perëndimor dhe shërbasi mund të vi integritetit të Iranit dhe kjo është shumë e vështirë për ta parashikuar dhe këtë këtë sens mund t'i kthehet në bumerang kjo dhe mobilizimi mund të jetë i brendshëm i tillë saqë si një reaksion i ndërhyrjes potenciale të perëndimit dhe shërbas në zhvillimet e brendshme në Iran dhe për këtë arsye ai mund vot kërcënim qoftë për linjën e mesme përmes reaktivizimit të proksave të vet Hezbollahve aty të Vuthit po sikundër edhe situatës në Gaza, po edhe goditje potenciale që mund i bëjnë në pjesën perëndimore dhe lindore të Gadishit, ngushticës së Hormuzit dhe gjithë interesave po themi ekonomike dhe strategjike të shërbas në lindjen e mesme, kemi parasysh ato që kanë të bëjnë me bazat e saj, sepse kështu ka deklaruar regjimi Ajatollave që në rast se do të përshkallëzohet ndërhyrja shërbas në vend, ato kundërreagimi do të jetë i shpejtë dhe proporcional në kuptimin e goditjes edhe në interesave amerikane këtu dhe për atë themu që Shëbaja nuk ka shumë e interesuar për ta përshkallëzuar këtë, por e monitoron e kontrollon dhe nga ana tjetër përdor edhe gjuhën diplomatike, deterrencën, përdor edhe presionin, kuptohet gjithmonë funksion duke e testuar regjimin e Ajatollave para se sa i prishte dhe sa i qëndrueshëm ai mund të jetë përballë protesta, por edhe përballë një përshkallëzimit saj. Kemi parasysh që kjo situatë nuk erdhi e rastishme, pa kjo është erdhi për shkak të asaj ndërhyrjes kirurgjikale që Shebaja bëri ndaj bazave apo ta shqyrtë burimeve kryesore potenciale të prodhimit të armëve bërthamore dhe që çojnë një përshkallëzim edhe të pakënaqësisë apo të reagimit popullor që u shoqërua me këto protesta masive gjithandej. Dhe me një bilans deri tani tragjik për sa i përket numrit të vrarëve, po edhe të arrestuarve e kështu me radhë. E Sherzoj Lezi, nga ana tjetër opsionet amerikane përfshin këtu jo vetëm sulmet ushtarake, por edhe ato kibernetike, sanksione dhe mbështetje teknologjike për protestuesit në Iran. Mendoni se tashmë po ndryshon mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës po ndërhyjnë në krizat e brendshme të shteteve armike? Jo, ndëror, kjo nuk është risi, don deterrencë gjithmonë e ka përdorur Shëbaja në sidomos në këto vendet e trazuara që më tepër në një vend që shihet si kundërshtar dhe armik interesave amerikane dhe kuptohet gjithçka është një strategji bashkërenduese veprimeve që merr qoftë në planin diplomatik duke izoluar edhe ato politik duke nëncu sikundër ato ekonomike nga ana tjetër dhe mbështetjen që jep grupe opozitare. Kemi parasysh mbështetjen që i ka dhënë opozitës iraniane Shëbaja, që ka qenë krijuesja dhe mbështetja kryesore, por edhe gjithë faktorëve relevant të cilët kërkojnë një demokratizim të situatës atje. Por se sa efektive do të jetë kjo ndërhyrje, kjo ngelet për koha për ta treguar, sepse kjo parasysh që Irani ka një histori dhe trashëgimi pushteti dhe qeverisje të vjetër, tradicionale dhe nuk besoj që këto regjime bin kaq lehtë, as më tepër të cilët janë disa shtylla të cilët e mbajnë këtë regjim në këmbë, të cilët koha e ka treguar që pavarësisht luftave dhe përjetimeve që kanë pasur, ato i kanë rezistuar testeve të kohës. Kemi parasysh që ndërhyrja që i bëri Shëbaja qoftë në lindjen mesme me vendin, qoftë në Libi, në Irak, po edhe në Afganistan, e cila në farë mënyrë ishte një strategji bashkërendësuese e veprimeve të saj ndërhyrëse ushtarake, diplomatike, po edhe atyre elementeve të deterrencës në tërësisht, ato që u përmendën, dhe koha ka treguar që nuk ishin suksesshme pavarësisht problematikave të hasura, dhe këtë pam në sysh që elementet e deterrencës, shtimit presionit ekonomik, po edhe aty potencial ushtarak të ndërhyrjes në mbrojtjen e interesave protestuesve, kuptohet është një presion i shtuar që i bën në Shëbaja regjimit Ajatollave në funksion të nxitjes dhe përshpejtimit të proceseve demokratike dhe
të rrëzimit të saj, por nuk e di nëse kjo është një skenar që mund të flitet me një siguri që mund të realizohet, sepse do parë edhe në harmoni të plotë edhe me interesat e faktorëve dhe aktorëve të tjerë të cilët janë mbështetjet e Iranit. Kemi parasysh që pas tij është Rusia, e cili nuk lejon që të aleati i tij të dobësohet dhe të krijohet terren dhe vakum një kundërshtar i potencial si SBA-ja, aq më tepër edhe Kina, janë këto dy të fundit që e majnë të fort të regjim në mbështetjen e tyre përpavi dhe me gjithë format e saj mbështetëse. Kemi parasysh që përplasin dy botë, nuk është thjesht vetëm një Iran dhe SBA dhe Perëndim, po janë dy sisteme të ngritura në përplasjen e tyre gjeostrategjike për një përpjekje për një rikonfigurim të rendit dhe sistemit të ri të marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili po shpërfaqet sepse janë këto elemente të cilët edhe u analizuan, por edhe që janë trajtuar më parë, të cilët koha po i tregon që ky sistem tashmë i pas luftës së dytë botërore po sfidohet pikërisht nga këto, qoftë rasti i Grenlandës, rasti i Venezuelës, rasti i Krimeas, rasti i Ukrainës, rasti i lindjes mesme i Gazës. Kemi parasysh për ato parime me të cilën është ngritur drejt, parimi i vendosjes, parimi i lirive themelore të njeriu, parimi i sovranitetit, integritetit, ku po prevalojnë interesat gjeostrategjike të mëdha në raport me këto drejtat e këtyre vendeve. E qartë. Mirë, zoti Rezi, pyetja e fundit për ta mbyllur shkurtimisht, ju lutem. Ndërkaq SBA-t përdorin edhe ashtu si e dim tashmë presion ekonomik dhe ushtarak njëkohësisht duke goditur këtu aleatët e Venezuelës. Ju si keni parë të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur tashmë në Venezuelë dhe njëkohësisht dhe arrestimin e presidentit Nicolás Maduro? E nderuar, kur doli strategjia, u proklamu strategjia e re e sigurisë kombëtare të SBA-s, apo është quhet doktrina e re Trump, kemi parasysh që në prioriteti kryesor ishte America First dhe rrugja e ndikimit të Amerikës në hemisferin perëndimor, që kemi parasysh gjithë të shtetet e Amerikës Jugut, të cilët i kishin dallime ideologjike, por ishte pengesa kryesore e shtrisë dhe ndikimit së SBA-s në gjithë Amerikën, dhe Venezuela ishte porta e parë dhe kryesore hyrëse, të cilët ishte bërë pengesë për shkak të historicizmit të saj, për shkak të aleancës që kishte me Rusinë dhe ndikimit të gjithnjë në rritje të SBA-s, dhe kuptohet kjo është edhe një strategji në funksion të arritjes së këtyre objektive dhe konkretizimit të platformës dhe strategjisë sigurisë kombëtare, por ta përdoret edhe për një strategji e qëllimshme për të rrëzuar kësaj edhe gjithë alatët ideologjik të Venezuelës dhe të Rusisë dhe Kinës, të cilët janë pengesë të shtrisë dhe ndikimit të interesave amerikane në këtë zonë. Dhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja kryesore përposa atyre ekonomike, dan kryesore është çështjet e sigurisë dhe tjerat janë derivative, dhe nuk mund të thuhet thjesht për atë që Venezuela ishte burimi kryesor i resurseve të naftës, por ishte çështjet e sigurisë. Në marrëdhëniet ndërkombëtare sot prevalojnë çështjet e sigurisë, dhe do pa që edhe efekte zinxhir që ishte rasti i Venezuelës rënë saj, arrestimi i Maduros, i cili nga ana e qeverisë amerikane u menaxhua me kujdes, në kuptimin u pasi një operacion special, në kuptimin e ekzekutimit, një titull ekzekutiv që ka të bëjë një masë sigurie, në raport me justifikimin apo ekspozimin e delegitimitetit e ndërhyrjes ushtarake, për shkak se u cënu këtë drejta ndërkombëtare, u cënu rregullat e saj si një pushtim, si një aneksim, apo si një cënimi sovranitetit. Dhe këtu mendoj që ishte kujdesshme shtëpia e bardhë në ndërmarrjen e këtij aksioni, duke lënë në dorë tashmë edhe duke kontrolluar përjashtme përmes po themi besuarve vetë këtë pjesë të hemisferës perëndimore, por që mesazhet të jepen në mënyrë të vazhdueshme duke përdorur gjuhën e presionit, gjuhën e forcës, gjuhën diplomatike, instrumentat të cilët SBA-ja kërkon ta dominojë edhe këtë pjesë, dhe kjo është arsyeja që përmes saj efektet do të vinë zinxhira. Kemi parasysh edhe një tulatje apo një dobësim i qoftë situatës në Kubë, retorikës që përdoret, po ashtu edhe për Kolumbinë, dhe kemi parasysh apo goditjet që u bën sistemave dhe interesave ekonomike të Rusisë dhe Kinës, për të thënë aty mesazhin e fortë që kjo është kufir dhe në zona ime influencës dhe s'keni punë. Kjo ka qenë ajo thelbi i kësaj strategjie, e cila lidhet me atë që zoti Trump me të drejtë ju rikthyi doktrinës
ka hershme të SBA first, në formën e tij duket paksa arrogante, jo etike dhe morale, por që është legjitime në kuptimin e mbrojtjes interesave të ekzistensës së sigurisë së bazë. Mirë, zoti Elezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që më datë sot me mua. Të përshëndes me për ktesën edhe për kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistët, do të bëjmë një pushim të shkurtër, më pas do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë dhe në këtë pjesë të dytë për të ndalur sërish tek Irani dhe më pas tek Ukraina kam të ftuar zotin Lutfi Bilali, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Bilali, ju përshëndes. Përshëndetje. Zoti Bilali, unë do doja të ndalesha tek një shkrim juaj i fundit që keni bërë në rrjetet sociale, ku raportet flasin për vendosjen në gatishmëri të rreth 2000 raketave iraniane të projektuara për të mbytur mbrojtjen ajrore izraelite përmes numrave masiv. Ju si e shihni, është kjo tashmë një strategji reale ushtarake apo më shumë si një mjet presioni psikologjik ndaj Izraelit, por edhe perëndimin nga ana tjetër? Ka indikacione që mund të jetë edhe element psikologjik, apo mund të thëmë kërcënimi i tillë, por besoj që situata ka hyrë në një fazë të re nga bunti i brendshëm në Iran, armiku i cili duhet goditet dhe të neutralizohet edhe ai bunt i brendshëm është Izraeli. Dhe mendoj që ato 2000 raketa të përnjëhershme të njëkohëshme të goditet të Izraelit, do thotë ka është një realitet. Mendoj këtë ka treguar edhe lufta 12 ditore e qershorit të vitit 2025. Por mendoj që kjo do jetë një situatë jashtëzakonisht e rëndë. Ka indikacione që në 400 kilogram mbetje të uraniumit mund të jetë të mjaftueshme për prodhimin. Dikun nga ekspertë ndryshëm thua që 9-10 bomba atomike. Dhe kjo do ishte ai rreziku jo vetëm për lindjen e mesme, por sigurinë e përgjithshme botërore. Sepse në një luftë që bota nuk e di fundin, apo mund ta di fundin se mund të jetë shkatruese. Dhe mendoj që në këtë drejtim kemi një situatë, unë një di që po që se ndodh goditja amerikane në kombinim me Izraelin, Irani do livrohet. Mirë, po kësaj radhe nuk e di si do kalojë Izraeli. Do jetë një goditje fuqishme, e cila mendoj që do jetë jo pak më e dhëshme se sa Iranit për Izraelin. Dhe kjo situatë është jashtëzakonisht komplekse. Ndërkaq, zoti Bilali, strategjia e ngopjes nga analiza juaj synon se të tejkaloj kupolën e hekur duke detyruar kështu mbrojtjen të dështoj për shkak të volumit. Sa e cënueshme është realisht mbrojtja izraelite përballë një sulmi kaq masiv, por edhe të sinkronizuar? Po është vështirë që volumi i tillë i goditjeve bashkarisht me dronet të Shahed të jetë në gjendje një forcë kundërajrore, apo sistemi i tillë kundërajror, sidomos mendoj edhe thardi amerikan, por arrovtreshi do jetë jashtëzakonisht vështirë. Mos harrojmë, sepse sipas instituteve ekonomike të vetë Izraelit në Tel Aviv, lufta një mujor, dikun po që se do vazhdonte, 12 miliardë i ka kushtuar Izraelit. Një F-35 ora tishme koston $10,000. Dhe kjo brenda dite për llogaritje është bërë dikun 150 deri 200 milion shpenzime. Duke hyrë të gjitha aspektet dhe strukturat që goditen në Izrael, por edhe ato që kanë të bëjnë me ekonominë. Dhe kjo mendoj që do jetë situata me të cilën Izraeli veç ka paralajmëruar dhe përgatitur popullatën, kemi tërheqje edhe stafeve të misioneve diplomatike dhe ambasadave. Mbram gjerman duket kanë arrit një marshut të tillë të largimit të stafit të tyre. Do thot hym në momentet kur çështje orësh apo ditët do kemë episodin e dytë ose pjesën e dytë të luftës Izrael-Iran. Mirë, po kësaj radhe do jetë një situatë dhe një luftë e cila
do jetë e pamshirshme. Ndërkaq, zot Bilali, ndoshta një raketë vetëm bërthamore të ndryshonte këtu rrënjësisht edhe të gjithë ekuilibrat global të sigurisë. A ekziston ende një vije kuqe ndoshta reale që i ndalon palët që të kalojnë këtë prag bërthamor? Po kemi traktor, të cilët mund të ndalojnë këtë luftë. Janë Amerikanët, Rusët dhe Kinezët. Kinezët dhe Rusët janë të interesuar maksimalisht që ta mbrojnë regjimin e Iranit. Jo për arsye kulturore, civilizuese apo religjioze, që ata nuk kanë të bëjnë me Islamin, as kinezët as rusët. Por është interes i tyre gjeopolitik dhe gjeostrategjik që të mbrohet ky regjim. Nga se, po që se bie Irani, atëherë Amerikanët afrohen në kufit e interesave ruse, duke filluar nga Kaspiku dhe Azia Qendrore, për interesat ruse, po flas që është dot një goditje, por edhe për interesat kineze që kufiri i tyre perëndimor do rrezikoj shumë. Dhe kjo është ajo mendoj poenta që regjimi ande mund të jetë gjallë. Ata kanë filluar manovrat e përbashkëta në brigjet e Afrikës së Jugut, para një jave dikon, Rusët, Kinezë dhe marina e tyre luftarake dhe kapacitetet e tyre dhe Iranit, kuptoj. Dhe kjo do jetë ndoshta një mbështetje e madhe që regjimi teokratik në Iran të mbijetojë. Por a mund t'i pështojmë situatës për një kataklizm të tillë nga goditja amerikane, sepse Al Udeid, baza në Katar, është përforcuar shumë këto dy ditë të fundit. Kemi, mund të thëmë, arritje të kapaciteteve të forcave ajrore amerikane. Mos harrojmë janë 8.000 ushtarë amerikanë në këtë bazë. Qartë. Që nga viti 2001. Dhe është situatë me cilën pastaj do digjet komplet regioni. Dhe kjo mendoj që do jetë situata me të cilën varet shumë nga ajo që Trumpi mund të ashon një anër të keqe dhe të godas. Por inshallah shet e mirë. Qartë. Zot Bilali, nga ana tjetër, rezervat bërthamore iraniane ndodhen në lokacione të fshehta dhe të fortifikuara nëntoksore. A ka Izraeli realisht kapacitetin për të neutralizuar këto objekte pa shkaktuar këtu edhe një luftë rajonale? Shumë vështirë. 1.600.000 km2 ka Iranën. është situatë të cila nuk dihet në cilat male apo mund të them në tërë kapacitetet që ka nëntoksore që kanë ndërtuar, a do goditen prap nga B2-shi, nga se mendoj që Izraeli nuk e ka kapacitetet u pa edhe me B2-shin e Fordov, pastaj në Sihan, të cilat ka qenë goditje, të cilat i ka kërkuar Izraeli dhe ka qenë një ndihmës e madhe amerikanëve për Izrael, sepse mund të them në luftën 12 ditore Izraeli u rrezikua shumë, se nuk është vend i madh, 27.000 km2 dhe goditjet iraniane ka qenë të rrëmbeshme. Dhe kjo tregon që për parësisë që ka Izraeli në forcat ajrore, mendoj që njeriu nuk do ta përdorë. Mund të jetë sepse ato janë koka bërthamore, kanë në kapacitetet e tyre. Përpos atyre konvencionale kanë edhe me koka bërthamore njeriu, sidomos treshin. Por Irani ka zhvilluar sistemin se vetë të raketave balistike jashtëzakonisht të fuqishëm. Khabar treshi është, mund të them, sot për sot elitare. Ka në projekta, ka arritur edhe Khabar 4, është pak e dyshim të thuhet. Por, të gjitha këto cakun e goditjes e mbrin, sidomos armët hipersonike, si që janë Fatanishi dhe sidomos dyshi. Dhe kjo do jetë jashtëzakonisht e vështirë me rrëbeshin e tillë të goditjeve njëkohësisht të 2.000 raketa ballistike, plus të dronëve, shahed, do jetë jashtëzakonisht e vështirë për Izraelin
të krijoj atë sistemin e mbrojtjes së vet për të neutralizuar çdo goditje. Dhe mendoj që izraelitët shpresën më të madhe kanë tek forca amerikane. E qartë, Zoti Bilali, nga ana tjetër, diplomacia duket tashmë se është vërtet e paralizuar dhe nga ana tjetër retorika ushtarake po rritet nga të dyja palët. Mendoni se tashmë jemi në fazën ku diplomacia thjesht po blen kohë për ndoshta një përballje të pashmangshme që mund të ndodhë? Po, të them drejtën, Irani është çështje jashtë komplekse. Jashtëzakonisht komplekse. Por ajo që ka ndodhur në Amerikën Latine me Venezuelë, pastaj jemi në prag të pushtimit, mund të them, apo të marrjes së Grenlandës, një konflikt dhe fragmentim jashtëzakonisht i madh mes aleatëve perëndimor, duke mos harruar edhe luftën në Ukrainë dhe goditjet ruse më roshnik. Atëherë kemi një situatë që diplomacia ka humbur fuqinë e vet. Dhe mendoj që këtu ekziston një dobësi me cilën sot edhe OKB-ja më është definitivisht formale një emër që të bën lider dhe seanca, mirë po nuk zgjedh asgjë. Dhe kjo mendoj që ka marrë këtë 8 vjetë dhe amerikanët janë sot një lloj OKB-ja. Dhe kjo mendoj që për diplomacinë është një goditje e rëndë dhe një dobësi. Por varet, thash, nga 3 aktorët kryesor, të cilët mund ta anashkalojnë këtë goditje. Mirë po, amerikanët duket që në lindjet të mesme dëshirojnë të krijojnë një situatë krejtësisht të re. Duke mos harruar faktorin turk. Turqia është, mund të them, në situatën kur në një farë mënyrë jap informacione e Iranit. Bile mendoj që në pjesën veri perëndimore, në Mahabad, ku është koncentrimi i 75% i popullatës kurde, me 168.000 kilometra, 168.000 banor, ka qenë një bund shumë i madh, dhe këtu agjentë të Mossadit janë kapur nga forcat e pasadranëve të Gardës Revolucionare Islamike, me informacionet të mitit turk. Dhe mendoj që Turqia është interesuar që regjimi në Iran të qëndrojë ende. Do thotë janë shumë faktorë të cilët ndikojnë që stabilitetin e lindjet të mesme e prish Irani apo Izraeli. Dhe kjo pa me dyshje le dilemat e veta. Zonja Zendeli, kemi shumë pyetje të mëdha të cilat janë dilematike, por përgjigjet janë të vështira. Qartë. Mirë, Zoti Bilali, nga ana tjetër, në Ukrainë tashmë ku flitet për paqe, por paralelisht po hapen edhe krizat e reja tashmë, si e dim, në Amerikën Latine dhe po rriten dhe shpenzimet ushtarake globale. Mendoni se po zhvendoset konflikti global nga një luftë konkrete, ndoshta drejt një përplasje të përgjithshme për sferën ndikimi? Gjithsesi. Nuk e di, a do jetë epicendra katrahurës në Evropë, apo në Indo-Pacor. Këtë kam dilemen. Por tash, si them, ka dalë prioritet që të dyja këto mund t'i zavendësoj Irani dhe lindja mesme. Dhe po që se kemi ndonjë goditje me koka bërthamore, apo me mbushje bërthamore të raketave, atëherë hym në një periudhë cila nuk dihet se ku dina çon. Por Ukraina, e cila është pritur shumë që të ketë një paqë, dhe ato pikat të cilat i ka prezantuar Trumpi, me duket që i kalon tash jo në harres, por prioritet nuk duken gjokundi, dhe nuk janë ende paka shumë. Nuk tham që janë vjetruar, por kanë mbetur pak anash nga ajo që ka rrjedhë me situatën në Amerikën Latine, si do me Venezuelën dhe tash me Iranin. Mendoj që rusët e shfrytëzojnë këtë situatë
Dhe goditja me Rushnik nuk ka qenë e rastishme. Dhe kjo ka qenë tërheqje e vërejtjes edhe për evropianët, por edhe për paktin NATO. Sepse goditja në Lviv, në pjesën perëndimore të Ukrainës, ka qenë, më thëmë, një sinjal i tillë që kërcënon edhe vetë evropianët. Dhe kjo mendoj që ajo ka shumë analistë mendojnë dhe ekspertë të kësaj fushë që marrëveshjet dhe dealet e tilla për ngjarjet që po na përcjellin. Ndoshta ajo një marrëveshje që është arritur në Alaska. Në ngusht. Dhe mendoj që kjo do jetë e tëra enigme me cila do shihet shumë shpejt. E qartë, mirë. Zoti Vrali, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Është kënaqësi. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistët, kemi arritur në fund të këtij programi, do mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër.